Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. 5 maj është dita e dëshmorëve të kombit që kanë dhënë jetën e tyre për liri, demokraci dhe dinjitetin e çdo shqiptari në nderim të kujtimit të rënëve për lirinë e vendit. Edhe këtë vit në varrezat e dëshmorëve në Gjirokastër u kryen homazhe nga përfaqësues të pushtetit vendor, politikës dhe familjeve të dëshmorëve. Në këto ditë ngrohta pranvere kemi zgjedhur të udhëtojmë në fshatin Okov të njësisë administrative Lungxhëri, fshati që njihet si një zonë blegtorale, po kthehet në një destinacion turistik, kjo fal natyrës piktoreske dhe objekteve të kultit. Kultura, etnografia dhe larmia e traditës së minoriteteve në Shqipëri u bashkua këtë fundjavë në Teatrin Antik të Butrintit, edicioni 2 i takimit kulturor të 9 minoriteteve. Edhe këtë vit u zhvillua nën kujdesin e veçantë të kryeministrit Edi Rama. Fani Aliko, fotograf në profesionin e tij, por i pasionuar pas sporteve ekstreme, është rikthyer në Gjirokastër për të provuar sërish hedhjen me parashut. Ai rëfen për jetimet e para, por edhe adrenalinën që t'i jep fluturimi me parashut. Ju njohim tani më gjerësisht. 5 maj është dita e dëshmorëve të kombit që kanë dhënë jetën e tyre për liri, demokraci dhe dinjitetin e çdo shqiptari. Në nderim të kujtimit të rënëve për lirinë e vendit, edhe këtë vit në varrezat e dëshmorëve në Gjirokastër u kryen homazhe nga përfaqësues të pushtetit vendor, politikës dhe familjeve të dëshmorëve. Në Gjirokastër u zhvillua sot një ceremoni përkujtimore me rastin e 5 majit, ditës së dëshmorëve, në nderim të atyre që dhanë jetën për atë dheun. Aktiviteti u mbajt në varrezat e dëshmorëve, ku prehen 490 dëshmor. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi dhe prefekti i qarkut Odise Kote, të pranishëm në këtë ceremoni, theksuan rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe vlerësimit të figurave që sakrifikuan për lirinë e vendit. Është dita në fakt ku ne nderojmë të rënët, dëshmorët e dheut, djemt, vajzat, burra dhe gratë, edhe të bashkisë Gjirokastër, të cilët nuk ursyen asgjë për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Është një ditë në fakt që edhe duhet të respektojmë pasardhësit e tyre, familjarët e tyre. Unë besoj që është një moment reflektimi edhe për ne, për gjithë, edhe sidomos edhe për pushtetin vendor, për të kujdesur më shumë edhe për këto vende, në fakt që përtej vendit të përkujtimores është një vend ku ne duhet të edukojmë fëmijët dhe brezat për atë çfarë përfaqësojnë këta të rënë, lavdi dëshmorëve. Ka 80 vjet që ne vim në çdo 5 maj për të përkujtuar dëshmorët e dheut, të gjithë ata djemë dhe vajza që dhanë jetën e tyre për lirinë e Shqipërisë. Nuk është vjetëruar kjo ditë, madje është bërë më aktuale se kurrë, si një ditë e rëndësishme e kujtesës kombëtare, si një ditë që na thërret në apel për lirinë, si një ditë që na thërret në apel për të mbrojtur të drejtat e njeriut, për të mbrojtur atë dheun, për të mbrojtur demokracinë. Lavdi dëshmorëve të atë dheut i paharuar kujtimit tyre. Të afërm të dëshmorëve mes emocionit kujtuan historitë e njerëzve të tyre, duke shprehur se sakrifica e tyre nuk duhet harruar kurrë. Po këtë maj është dhe 80 vjetori i fitores mbi fashizmin pra 9 maj, dhe ne prandaj jemi krenar sepse i përkasim kampit antifashist. Gjirokastra në historinë e saj shkëlqen si një medalion i rrallë. Për ulemi me nderim para altarit të lirisë, ku prehen djemt dhe vajzat, gjirokastrite dhe të gjithë Shqipërisë. Sepse këtu janë arosur në këto lindina të bukura djemt e vajzat të rrethit Gjirokastrës, të cilët lanë ëndrat e tyre rinore dhe ndodhen marrë për lirinë e Shqipërisë. Usur lavdi dëshmorëve të atë dheut, këtyre bijve dhe bijave të nënave shqiptare që janë në këtë altar të shenjtë, dhe ne duhet të nderojmë të respektojmë ta, jo për një ditë caktuar, por gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë kohërave. Dita e dëshmorëve u përkujtua me respekt edhe në Gjirokastër, duke sjellë në vëmendje sakrificën e atyre që dhanë jetën për atë dheun, një kujtesë që duhet ruajtur dhe nderuar çdo ditë.
Ndjekim në këto momente takimet elektorale të kandidatëve që garojnë për zgjedhjet e 11 majit. Cilat do t'i japin më tepër zhvillim turizmit. Me votën tuaj ne vullosim antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, u drejtuar Kumbaro. Do jem një derë ku ju do keni socialiste në të gjitha bashkitë. Sepse ky qark di ta bëj shumë mirë dallimin. Si ishte ky qark deri në vitin 2014, i harruar, pa investime, pa ndriçim, pa rrugë. Sot po flasim për aeroport. Sot po flasim dhe kam kënaqësinë t'i shtoj listës së atyre projekteve që përmendi Piro. Do të fillojmë, ka filluar rruga në Zagori, rrugët edhe këtu në Manalat nuk do bëhen vetëm për banorët, do bëhen që banorët të mund të zhvillojnë investime në turizëm. Zagoria, ma mbani mend, atë që kemi thënë për Gjirokastrën 10 vite më parë, 7 vite më parë, do ta shikojmë në mandatin tjetër në Zagori, do ta shikojmë në Labëri, do ta shikojmë në Toskëri, do ta shikojmë në zakonisht shumë mirë që jeni këtu sot dhe më keni mirë pritur. Jam shumë e nderuar që ne të themi se si ishte Fushbardha edhe se si sot me drejt Drini thotë është bërë një lagje i Gjirokastrës, këtë e dini ju më mirë se sa unë. Se sa e rëndësishme është kjo, këtë ma thoni ju më mirë se sa unë. Që nga momenti që shtëpia e parë që të mirëpret
ka hapur dyert, jo thjesht për mysafirë e për miq, por për ta kthyer mikpritjen në ekonomi. Unë nuk di një qark që tjetë kaq i lidhur sektori privat me sektorin publik. Partia Socialiste me njerëzit e punës. Dhe jemi të gjithë bashk, po kështu do të jemi dhe në datë 11. Nga Prongjia, Kumbaro e ka vënë theksin tek rëndësia e votës në 11 maj, duke u shprehur se ndryshimi i prekshëm në zonat rurale duhet të vazhdojë. Po flasim për një ndryshim shumë të madh në të gjithë mënyrën e të menduarit. Në qoftë se fermeri deri dje ishte vetëm prodho dhe shit, sot fermerët kanë filluar të investojnë në agroturizëm. Sot është kthyer bujtina agroturizmi në një projekt për shumë nga fshatrat. Vi nga Fushbardha, po shkoj drejt Zhulatit, kam qenë në shumë fshatra të tjerë çdo ditë, për t'ju thënë që është një zonë kryesisht rurale, me qendrat e qyteteve, të cilat deri dje s'kishin ujë, sot kanë 24 orë ujë, me rrugë të palidhura, sot janë të lidhura, pa mbaruan, jo nuk kanë mbaruar. Është lidhur Prongjia, është lidhur Kardhiqi, është lidhur Fushbardha. Në varezat e nacionalistëve në Grehot Gjirokastrës, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër Tritan Shehu, i shoqëruar edhe nga kreu i PD-s Gjirokastër Eri Sheaj, nderuan sot 37 luftëtarët, mes të cilëve edhe komandantin e ballit kombëtar Hysni Lepenica. Zoti Shehu tha se kujtimi e respekti për të gjithë ata që ranë për liri nga qarku i Gjirokastrës është një simbol i sakrificës për një Shqipëri të lirë. Dita e dëshmorëve nacionalist përkujtohet në Shqipëri në datën 14 shtator. Kjo datë lidhet me betejën e Grehotit dhe vlerësohet nga burimet historike se u shkaktua nga një sulm i beft i ushtarëve italian që përgatiteshin të braktisnin kazermat e Grehotit pak ditë pas kapitullimit të Italisë fashiste në Shqipëri. Në ceremoninë përkujtimore të zhvilluar në varezat e dëshmorëve në Gjirokastër me rastin e 5 majit, ditës së dëshmorëve, ishte i pranishëm edhe kandidati për deputet i Partisë Demokratike, Arben Ristani, i cili u shpreh se 5 maj është një ditë reflektimi për të gjithë shqiptarët dhe një moment për të vlerësuar ata që sakrifikuan jetën për lirinë e vendit. Në këtë 5 maj nderojmë dëshmorët e atë dheut, nderojmë ata që bën sakrificën sublime duke dhënë dhe jetën për atë dheun. E djathta ka në gjenezën e saj, në ADN-n e saj, dashurinë për atë dheun, dashurinë për Zotin dhe për familjen. Me këtë rast, duke qenë se ky 5 maj është kaq pranë ditës së zgjedhjeve, do të ftoja shqiptarët që vota e tyre të jetë patriotike. Vot kundër hajdutëve, vot kundër atyre që varfruan Shqipërinë, vot kundër atyre që shpopulluan Shqipërinë. Ne jemi me patriotët dhe për patriotët e këtij vendi. Kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë Ali Berisha gjatë një takimi elektoral në Burel deklaroi se data 11 maj do të shënojë një ndarje historike të qytetarëve nga një regjim që sipas tij i ka shkaktuar vendit dëme të mëdha për më shumë se një dekadë. Berisha bëri thirrje për një pjesëmarrje masive në votime, duke quajtur 11 maj një mundësi për të kthyer shpresën dhe për të shpëtuar Shqipërinë nga rrokullisja njerëzore që po përjeton. Ky program është për çdo qytetar të këtij vendi. Garantoj se do ketë ullje të madhe në çmimet e ndërtimeve. Çfarë ndodh sot? A e dini ju që këta kanë 10 fishur taksen mbi sipërfaqen e ndërtimit? Ajo ishte 2% të kostos, e kanë kthyer në 10% të çmimit të shitjes.
3% taksa sociale, hiqet. Në këtë mënyrë, një ndërtues që do paguën të 400, do paguaj 40, do paguaj shumë e pak. Jo vetëm kaq, por ne do ndërtojmë ndërtesa sociale, gjersa të mbyllim në mënyrë përfundimtare kanalet e narkoerove, që po helmojnë Shqipërinë, që po largojnë shqiptarët. Ky është programi ynë, dhe ky program është vetëm 100 ditë. Ditë të tjera është muaj të tjerë, vite të tjera, Shqipëria do bëhet madhështore, ju garantoj unë ju. Se me këto masa, mati, pasurit e veta, do t'i shtrojnë pasurit matjanve. Made in Mat, Made in Albania, do jetë krenaria në kombëtare. E afër dita, kur ne të subvencionojmë panelet diellore në çdo çati shqiptari që donë, dhe pas 3 vitesh ai do marrë energjinë falas prej tyre. Ndaj dhe këto 4 ditë që kanë mbetur, 5 ditë, le t'i bëjmë ne 100 ditët e jetës sonë, të bëjmë sa 100 ditë të këto 4 ditë. Dhe unë garantoj ju se do t'jetë në interesin më të madh direkt të çdo qytetari shqiptar. Kreu Demokrat Sali Berisha mbajti gjatë mbrëmjes takimin përmbyllës elektoral me qytetarët e Mirditës, ku i kërkoi të bashkohen për të sjellë fitoren e opozitës. Nishat kanë marrë në dorë sot fatin e Shqipërisë, kanë marrë në dorë fitoren e shumë pritur të datës 11 maj, kudo që shkoj, ndjej dritën, shkëlqimin e saj, që buron nga zemrat, buron nga shpirti, buron nga syt e qytetarëve të ringritur me shpresë dhe besim për të ndarë nga një e keqe që ata kur nuk e meritonin. Berisha sërish solli në vëmendje emigrimin masiv dhe zbrazjen e zonave si Mirdita, duke bërë fajtore keq qeverisjen e kryeministrit Rama. Nga viti 2014 gjerë në vitin 2023, 1.099.000 shqiptar u larguan vetëm për hapësirën e Bashkimit Evropian. U larguan nga Shqipëria sa kur ndonjëherë në historinë e saj shekullore. U larguar nga Shqipëria sa nga asnjë kombë tjetër, nga çfarë lloj lufte apo epidemie që të kishte njohur. U larguar nga Shqipëria, të ardhmen në vendin e tyre. Në fjalimin e Berishës nuk munguan dhe akuzat ndaj kryeministit Rama, duke thënë se ai po përpiqet të mashtrojë shqiptarët me suksese imagjinare dhe një valixhe të mbushur me premtime të rreme. Për të ndarë Nga tropoja Sali Berisha i është rikthyer lobimit sipas tij korruptiv të Ramës dhe Soros për ta shpallur non grata në SBA, teksa u betua se nuk do të lejojë kryeministri Rama të kalojë kufirin e Shqipërisë për të mos u shmangur sipas tij përballjes me ligjin. Kryedemokrati Berisha u ndal edhe tek 2 gabime të bëra sipas tij nga ish sekretari i Shtetit Blinken, që firmosi dizenjimin e tij. E para, gaboj sepse ne shqiptarët e kemi në kod dhe gene adhurimin për mikun, po e kemi dhe një fjalë. Zot, ruajnë amiku se nga amiku ruhem vetë. Gabimi i dytë i madh ishte se ai nuk u fut në Google të shifte Shkenzenin, malin e Shkenzenit, jo djalit.
Po të shifte shkelzerin, nuk do të filmose atë gjë. Sot, ky është në koshën e plerave të historisë së vendit ti. I pa dëshruar në të gjitha ndërtesat federative të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i shpallur nga presidenti Donald Trump. Edi Rama, të jap fjalën se do përfundosh më keq se ai. Në takimin në Has, Berisha solli në vëmendje rezolutën e PP-ve që konfirmon sipas kryedemokratit vullnetin e së djathtës europiane për ndryshim në Shqipëri. Edi Rama damkoset si armik i votës shqiptarëve, damkoset si armik i pluralizmit, damkoset si armik i opozitës, damkoset si bashkëpunëtor i krimit dhe trafiqeve. Miq, të ndajmë me të keqen, kjo është thirrja e Europës. Kjo është thirrja e historisë. Fitore. Berisha u shoqërua në takime nga këshilltari fushatës, pjesë e ekipit të Krista Sivita, i cili tha se zgjedhjet e 11 majit janë në vëmendje të Washingtonit. Në këto ditë ngrohta pranvere kemi zgjedhur të udhëtojmë në fshatin Nokov në njësinë administrative Lunxhëri. Fshati që njihet si një zonë blektorale po kthehet në një destinacion turistik, kjo fal natyrës piktoreske dhe objekteve të kultit. Ndodhemi në fshatin Nokov, në njësinë administrative Lunxhëri të bashkisë Gjirokastër, një prej fshatrave më të veçantë të zonës, në të cilin në këtë stin të vitit jeta gjallërohet nga puna e palodhur e banorëve. Ata vijojnë me përkushtim punët në tokat e tyre, duke kultivuar perime e fruta të freskëta të stinës dhe vazhdojnë edhe të ruajnë traditat e blegtorisë dhe bujqësisë. Tani merrem me punën e pranverores. Jo domate, jo speca patërgjane, jo harje rrushi, jo për të ngulur shkopin të fasuleve, të barbunjeve që qepe lartë. Mëngjezi ka punë shumë në fshat, më e vajzë. Po të im të mbani? Të im të po, unë kam 30 race, ngrijem në orën 5 i mjelë, e qoj qume që në shtëpije, kulloj, pastaj ngrijem, edhe filloj punë, çek, ku më kërkon puna. Të tërë banorë me këto merën tani, merën me aje. Dhe tani filloj korja e barit dhe jonqës, dhe djalim ka 10 tre me jonqë. Pjesë ka në makinerit, bjellin shumë ata, bjellin misër. 2 djemë të mi kanë edhe lektori. Djali vogël ka janë 270 kokë, dhëmë. Kurse i madhi ka janë 150 kokë me dhije, me dhëmë bashkë. Nokova po kthehet çdo vit në një destinacion gjithnjë më të preferuar për turistët, fal klimës së pastër, produkteve bio dhe objekteve të kultit që ruajnë historinë e kësaj zone. Dhe pa dyshim, mikpritja e ngrohtë e banorëve është ajo që i bën vizitorët të rikthehen sërish këtu. Jenë me kua, e kupton aty edhe vjen lart, vjen te kisha sipër tek ajo kishë e bukur në Shëndëlli që thon Profeti Ilia quhet ajo. Pse e pëlqejnë Nokovën? E pëlqen Nokova, ka qenë fshat i bukur shumë. Nokova ka qenë nga Lunxhëria, ka qenë Doksati e para, edhe dyta qenë Nokova. Këtu keni 3 kisha apo jo? 3 kishe. Vini vizitojnë turistë? Vinë shumë. Sidomos edhe polakët dinë e shqip bile. Edhe vinë e gjermanë, bile vjen tek ato shtëpitë e reja atje. Janë si ta themun, si pikë turistike ato. Për t'i dhënë jetë, gjallëri dhe zhvillim këtij fshati me histori e tradita, shumë banorë të zonës po i kthejnë shtëpitë e tyre në shërbim të vizitorëve të huaj që zgjedhin ta vizitojnë. Kultura, etnografia dhe larmia e traditës minoriteteve në Shqipëri u bashkuan këtë fundjavë në Teatrin Antik të Butrintit. Edicioni 2 i takimit kulturor të 9 minoriteteve dhe këtë vit u zhvillua në kujdesin e veçantë të kryeministrit Edi Rama. Teatri Antik i Butrintit u zbukurua me ngjyra që përfaqësojnë diversitetin kulturor të 9 minoriteteve që jetojnë në vendin tonë.
Komiteti Pakicave Kombëtare pranë kryeministrit, së bashku me shoqatën kulturore Shënkoz Maji Livadja, organizuan edicionin e dytë të takimit folklorik të minoriteteve, si treguesi i plotësimit të bazës ligjore të Konventës Kuadër, implementimit dhe zbatimit të saj. Kryetaria e këtij komiteti zonja Konstantina Bezhani, gjatë përshëndetjes së saj falenderoi qeverinë shqiptare për trefishimin e fondeve për aktivitetet promovimit të diversitetit kulturor të minoriteteve. Mirë se erdhët në këtë festë të bashkimit, në këto vallet e shpirtit, sepse kultura vallëzon në harmoni dhe shpirti njerëzor ngrihet më lart. Mirë se vini në Butrind, ku historia takon artin dhe kultura bëhet fest. Sot, 9 grupe nga komunitetet të ndryshme minoritare do të ngjiten në skenë, të frymëzuara nga 9 musat e mitologjisë së vjetër. Secili grup një zë i veçantë, një dritë në mozaikun ton kulturor. Zonja Violeta Mari është antare e Këshillit Drejtues të Shoqatës Kulturore Shënkoz Maji Livadja, e cila organizoi këtë aktivitet si përfaqësuese e minoritetit etnik grek. Njëkohësisht, zonja Mari është e mallëngjyer dhe emocionuar. Jemi shumë të veçantë për këtë aktivitet që është për herë të dytë që bëhet në vendin tonë, edhe sidomos i vjet që bëhet në këtë mjedis aq të bukur dhe tregon aq shumë kulturën tonë, traditat tona, edhe këtë duhet ta tregojmë edhe minoriteteve tjera. Ndërsa zonja Milena Selimi është e angazhuar pranë Komitetit Pakicave për çështjet e minoritetit bullgar, i cili u përfaqësua me disa vajza nga zona e Ostrenit. 9 pakicat kombëtare do të kemi sot në këtë skenë kaq të bukur natyrore që rrallë ndodh që pakicat kombëtare të kenë këtë mundësi dhe këtë hapësirë. Pas interpretimit dhe performancës mbreslënëse të 9 grupeve artistike, në fund të aktivitetit u shpërndan edhe Tituj Nderi. Fani Aliko, fotograf në profesionin e tij, por i pasionuar pas sporteve ekstreme, është rikthyer në Gjirokastër për të provuar sërish hedhjen me parashut. Ai rrëfen përjetimet e para, por edhe adrenalinën që t'i jep fluturimi me parashut. Fani Aliko rikthehet për herë të dytë në Gjirokastër për sportin e hedhjes me parashut. Pas një përvoje të parë mbreslënse, ky i ri është rikthyer në Gjirokastër për të hedhur sërish me parashut, një sport që e ka bërë për vete që në momentin e parë të provës. Është hera dytë që hidhem, edhe është e sigurt që do vazhdoj më shumë, po më shpesh. Kur ishte hera parë? Hera parë ishte gati një vit ka gati, po. Fantastike fare. Është emocioni më i madh ever. Dhe ai emocion ju bëri që të vini edhe këtë vit? Po. Është një ndjesie shumë, do të ndihesh vetvetja. Hedhjen e parë dhe të dytë, Fani i realizoi në shoqërinë e një instruktori profesionist. Ai i thekson se për çdo parashutist amator, prania e një eksperti është thelbësore për sigurinë dhe mësimin e teknikave të duhura. Unë doja sugjeroja shumë të gjithë të rinjve, jo vetëm të rinjve në fakt, po që gjithë moshave të mundshme, që munden ta praktikojnë. Ka shumë adrenalinë, si sport, si hedhje. Ngjites është të sipër dhe do kesh pak frikë herën e parë, ndoshta që hapet dera avionit dhe aeroplanit që të hidhesh, po në moment që hapet dera, aty mbaren gjithë frikrat dhe është vetëm kënaqësi, vetëm qejf domethënë. Ju hedhjen e provuat ishit vetëm apo ishit me instruktor patjetër, po. Edhe hera parë edhe kjo tani domethënë. Pse duhet jetë një instruktor në herën e parë dhe herën e dytë? Po sepse nuk është se e praktikoj si sport, nuk është se jam profesionist i kësaj fushë, unë thjesht e bëj për hobi, për kënaqësi personale. Pra ju mendoni që duhet një instruktor? Patjetër, sigurisht. I apasionuar pas sporteve ekstreme, Fani Aliko është i gatshëm të eksperimentojë në çdo lloj sfide që ofrojnë qielli dhe toka shqiptare. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.